do t'i bëjmë edhe për morrin, në bashkë, që të luftoj këteja. Po e ti e bërë një për hirin këtë? E bërë. Ti gjysë një të një, pashuna, 4 kg gjysë. Kje nga Azeferti, unë Azeferti një, dhe femra 2 i kam pik dobë. Unë pleun Azefert kam 2 vjetë që e përdor dhe jam shumë i kënaqur nga pleu Azefert, sepse bima ka prodhim më shumë dhe vetë është më në gjendje dhe e përdor më pak pesticide në bim. Bima duket që është shumë e mbajtur. Tani jemi në ditën e 65 nga dita e mbjelljes dhe bima prap, si që shikoni, duket sigurisht e re. Dhe jam shumë i kënaqur nga pleu Azefert. Bima ka deri në 30 kate dhe çdo kat ka nga 5-6 fruta. Fal pleut Azefert. Dhe bima këto 2 vite që unë ka përdorur këtë pleu Azefert ka arritur deri 8 kg për bim. Kornishon. Më parë ne këtë prodhim nuk e merrim. Kishte probleme me prodhimin, kishte probleme me bimën, me insektet, me çdo gjë. Kemi ulur plerimet e tjera, kemi ulur ndjeshëm dhe spërkatjet, pesticidet, i kemi ulur ndjeshëm, fal pleut Azefert. Unë u rekomandoj dhe fermerëve të tjerë që të përdorin pleun Azefert dhe do ngelin shumë të kënaqur. A foli gjë kjo, thënë e la kjo ti. Jeti venja të mikrofonin më qartë. Fruti është më cilësor me fal pleut që sapo përmendëm. Edhe çdo gjë është mirë, jemi shumë të kënaqur. Unë nuk e ndroj me pleun Azefert.